Hetues të BK-s kanë ekzekutuar disa vendime të gjykatës së posaçme lidhur me disa tendera në Aksh. Bëhet fjalë për pezullimin e drejtoreshës së këtij institucioni si dhe për masën arrest me burg për disa biznesmen. Për të folur mbi këto hetime kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit që u bashkove sot në intervistë për VIP Magazin. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Cakrani, si gjykoni këto procese të SPAK-ut dhe BK-s ndaj Akshit dhe po themi nga dosja ka rezultuar që i përfshirë ishte edhe një zëvendës drejtor policie, jo vetëm po themi në pjesën e tenderave, po ishte i përfshirë edhe në shantazhe, në po themi trysni, presione. Për sa i përket Akshit, ne nëse do t'i referohemi intervistës që ka dhënë zëvendës kryeministri zoti Arben Ahmetaj për kolegun tuaj Çim Peka, më kujtohet se ka thënë që Akshi është kopshti privat i familjes së kryeministrit. Dhe nisur nga këto, në atë periudhë filluan dikush anatemoi zotin Ahmetaj, zëvendës kryeministrin, dikush tjetër e mburte kështu me radhë, por ja që paska qenë e vërtet. Dhe padyshim që ato që ai ka thënë sot po na rezultojnë që qenë kanë jo vetëm fjalë të vërteta, por këto që kanë më keq akoma se çka thën ai. Pra, nuk është keq, po që nga akoma më keq. Dhe fakti që aty janë përfshirë biznesmen dhe drejtor dhe drejtues policie, pra një policie, një drejtorie që është më e madhe në Republikë siç është kjo e Tiranës, zëvendës drejtori, dhe zëvendës drejtori ka ndihmuar që të merren peng ose si do të rrëmbehet një biznesmen. Kjo e rëndon akoma më shumë situatën, jo vetëm penale, me ajo që i përket çështjes penale, por edhe për sa i përket edhe çështjes publike, duke marrë parasysh faktin që policia e shtetit është për të mbrojtur qytetarët dhe jo për t'i rrëmbyer dhe për t'i mbatur peng ata. Nuk është më habi tashmë që ne në këtë vend jemi mësuar që në çdo operacion të gjerë gjenden brenda dhe punonjës të përfshirë dhe punonjës policie. Padyshim unë nuk dua ta anatemoj policinë e shtetit, sepse sido që është, ne kur gjendemi në vështirësi thirrim gjithmonë që në 29-ën. Dhe por unë dua ta ndaj policinë e shtetit, ata djemë dhe vajza të përkushtuar që paguhen aq sa paguhen, nga kupola drejtuese që është një organizatë tamam kriminale dhe i shërben krimit të organizuar. Pra, policia e shtetit, kupola e policisë së shtetit, për mua është një organizatë kriminale e cila i ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej krimit të organizuar ose jo. Dhe kështu që faktet janë aty, provat janë aty, kjo që po them unë nuk është ndonjë gjë që qytetarët tashmë nuk e dinë, ata janë mësuar. Dhe kjo është sot situata, panorama e situatës qoftë politike, qoftë e rendit dhe sigurisë të vendit. Që të rrëmbesh një president në mes rrugës nga policia e shtetit, ndodhi me presidentin e Shqipërisë, ku gjithë bota, në sytë e gjithë botës, u habit me Shqipërinë. Por, kur rrëmbehet presidenti, ai biznesmeni që rrëmbyer me ndihmën e zëvendës drejtorit policisë, nuk është asgjë, ose është asgjë fare, është minimumi i minimumit që mund të bëj policia. E kështu që tashmë nuk ka më se ne të habitemi dhe të kërkojmë fajtorin diku tjetër, ne fajtorin dhe të gjithë ata të cilët e alimentojnë krimin, pra çdo ditë, qofshin me lajme, qofshin me lajme sekrete, konfidenciale kështu me radhë, janë sot të kupolën e policisë së shtetit, ose në drejtues në institucionet e larta të këtij vendi. Prandaj që sot nuk është ndonjë gjë për t'u habitur, është një operacion i radhës, prokuroria prandaj paguhen aq sa paguhen, që ata të kryejnë hetime
të kryen operacione, të kryen arrestime dhe padyshim pastaj atë në fund do ta vendosi gjykata sa fajtor janë, deri ku arrin masa e fajësisë dhe deri ku arrin veprimet e çdo kujt që është i pandehur. Unë nuk do të hyj fare fajësisë ose pafajësisë së tyre. Unë po flas në kontekstin ku gjendet sot biznesi shqiptar që nuk guxon të marrë pjesë në një tender, ku gjendet sot policia e shtetit që në vend që ajo të jetë mbrojtëse e biznesmenit, ajo shkon dhe rrëmben atë. Kështu që unë nuk kam fare asnjë lloj, si thon, habie që gjendemi ne sot me arrestime të kësaj natyre dhe brenda këtyre arrestimeve ata që personat janë personat me funksionar publike kështu me radhë. Avokat, disa kohë më përpara në fakt u zhduk edhe Daniel Shima, ish zëvendës drejtori i Akshit. Dhe ai deklaroi që ka pasur një konflikt me, po themi, të dashurën e tij. A besoni në alibinë e tij apo ka qenë edhe ky si rasti i biznesmenit Geron Meçe, i cili u rrëmbye në bashkëpunim dhe me zëvendës drejtorin e policisë? Atëherë në atë periudhë u fol, por nëse do t'i referohemi dëshmisë përsërit të ish zëvendës kryeministrit, ai e ka përmendur këtë fakt. Dhe unë mendoj se ai zotëria është padyshim duhet parë dhe duhet hetuar dhe besoj se investigatorët pra prokuroria dhe hetuesit besoj se kanë informacion më të saktë, më të zgjeruar, më të detajuar pa çfarë ka ndodhur atij zotërisë. Dhe nëse ai është rrëmbyer dhe si splitet është shantazhuar po nga kryeministri për të heshtur, atëherë ne jemi përpara një shteti tërësisht kriminal. Dhe kjo është ajo, kjo do të ishte akoma, do ta bënte këtë situatë akoma më të tmerrshme. Dhe unë nuk do ta besoj, nuk do ta besoj sepse unë jetoj këtu në këtë vend dhe nuk do ta besoj që kryeministri i vendit tim të arrijë në këto nivele. Por nëse hetimet e prokurorisë posaçme kanë arritur dhe ta kenë zbuluar dhe zbardhur këtë histori, unë mendoj se padyshim që kjo ka një rëndësi të madhe për hetimin, por mendoj dhe besoj që kjo do jetë një jo provë, po kjo do jetë fundi i shtetit demokratik në Shqipëri. Kështu që unë kam asnjë dyshim për korrupsionin, për çdo lloj gjëje, po mua më lindi që më bëjnë shumë pesimist kur brenda në këtë korrupsion përfshihen zyrtarë të lartë të vendit. Padyshim që korrupsioni është një diçka që ka lindur me njeriu, do eci me njeriu, nuk mbyllet sot as nesër, do jetë një luftë e përhershme e shtetit e kështu me radhë dhe organet ligjpatuese. Por kur korrupsioni drejtohet, organizohet, drejtohet në nivelet e larta të qeverisë, atëherë ne kemi të bëjmë me një shtet tërësisht të kriminalizuar. Dhe kjo është ajo për të cilën ne habitemi sot që arrestohen dhe në ato përgjime të këtyre personazheve ose dëshmitë e këtyre dalin emra të atyre të cilët qytetarët u japin votën për t'i drejtuar, u japin mandate qeverisë ose u japin mandat që ata të bëjnë ligje në kuvend ose të miratojnë ligje dhe ata dalin që janë mafiozë. Sepse të kesh qasje të tilla, duke intimiduar, duke kërcënuar, duke bashkëpunuar, duke drejtuar, por madje edhe sikur ta dish. Atëherë ti tregon dhe një tjetër që je nuk je më shërbëtor i popullit apo i vendit tënd, po je një drejtues i organizatës kriminale. Prandaj që edhe zoti Shima që është përfolur më parë, unë nuk dua të besoj që ai të ketë qenë i shantazhuar drejt për drejt nga kryeministri dhe të mjetë marrë peng me djenin e kryeministrit. Kështu që le t'ja lëm kohës, t'japim kohë për çfarë mund të dalë në të ardhmen, nëse është e faktuar kjo ose jo, por që ai ka qenë i rrëmbyer nga
bandit të veshur me pushtet politik ose me pushtet ekzekutive kështu me radhë. Zoti Cakran, a mendoni që ka pasur konspiracion në këtë operacion, pasur parasysh këtu edhe mosgjetjen në banesë të Ergy Sagasit dhe Ermal Beqira, pra dy biznesmen të përfshirë në afera korruptive, siç thot prokuroria e posaçme? Atëre, nuk është rasti që dy personat kryesor, kyç të këtij hetimi, që janë zoti Agasi dhe zoti Beqiraj, janë arratisur dhe kanë shkuar pikërisht në vendin ku mblidhen të gjithë të kërkuarit e policive të vendeve të Europës dhe të botës. Pra ka shkuar në Dubai. Dhe fakti që ata janë arratisur në Dubai dhe pasi ata janë arratisur ka dalë urdhrat e arrestit, unë po them, po ta përshkruaj në një mënyrë, po themi fantazim time, që i bie, po themi, alo, telefoni, alo, po, mbritët në Dubai, po, i thonë ata. Atëherë ne do nxjerrim fletë arrestet. Ja kështu është ky skenar. Alo, mbrita, nxjerrim fletë arrestet. Kështu që kjo tregon edhe një herë dhe vërteton edhe një herë që organet tona ligjzbatuse dhe prokuroria e posaçme nuk është në nivelin e punës e lartësinë e saj, që të mbaj në mbikëqyrje personat të cilët kanë rrezikshmëri qoftë për prishjen e provave, qoftë për intimidim dëshmitarëve, po qoftë edhe për arratisje që t'i shtojnë drejtësisë. Pra, vërtetoj edhe një herë që prokuroria e posaçme Spaku tashmë është e dështuar tërësisht të punën e vet. Tani po e marr dështim në kuptimin që nuk dua të besoj që prokurorët kanë sinjalizuar persona që të largohen, sepse kjo do ishte fundi botës dhe këtë nuk mundet unë tani t'ua them juve që prokurori ka marrë telefon. Jo, por fakti që ata janë arretisur dhe fakti që ata janë shpëtuar drejtësisë e vërteton këtë që ka patur një dekonspiracion ose dekonspirim të aksionit, që ata kanë qenë në momentet e fundit të lirisë së tyre, pra që do shkonin në arrest me burg. Dhe kjo më bën çudi dhe habi që gjithmonë personazhet kryesor të një hetimi në Shqipëri largohen dhe kapen ose vendosen në masa sigurie persona të tjerë që janë dytësor dhe jo kryesorët në atë grup ose në atë grupim ose në atë grup kriminal, siç këta i quajnë. Kështu që mendoj se një punë krejtësisht e dështuar e organit të procedurës.